Prej disa vitesh, në shumë zona rurale të Shqipërisë, një pamje dikur e zakonshme është zhdukur pothuajse krejtësisht, bagëtit në oborret e shtëpive. Aty ku çdo familje mbante të paktën një lop apo disa krerë bagëti të imta, sot portat janë të mbyllura dhe stallat bosh. Fenomeni lidhet drejt për drejt me emigrimin masiv dhe braktisjen e fshatrave. Shumë familje shqiptare janë larguar nga qytetet apo jashtë vendet, duke lënë pas tokat e papunuara dhe ekonomitë familjare që mbështeteshin në bujqësi dhe blegtori. Si pasojë mbajtja e bagëtive pranë shtëpisë, një praktikë e trashëguar brez pas brezi, është drejt zhdukjes totale. Sot, blegtoria është përqendruar kryesisht në pak ferma të mëdha, ndërsa modeli tradicional i fermës familjare pothuajse nuk ekziston më. Dikur, fermerët mbanin raca të ndryshme lopësh, delesh apo dhish, duke siguruar qumësht, djath, gjalp dhe produkte të tjera bulmeti për konsum familjar dhe për tregun lokal. Kjo jo vetëm që garantonte vetë furnizim, por përbënte edhe një pjesë të rëndësishme të identitetit dhe traditës së fshatit shqiptar. Në shumë oborre, kur dikur dëgjoheshin zilet e bagëtive, mbi zotëron heshtja, zhdukja e blegtorisë familjare nuk është vetëm rënje e numrit të krerëve, por humbje e një kulture pune, e një mënyre jetese dhe një tradite të hershme që ka qenë shtylla e ekonomisë rurale shqiptare. Ekspertët theksojnë se pa politika mbështetëse konkrete për fermerët e vegjël, subvencione reale dhe kushte më të mira jetese në zonën rurale, kjo prirje do të vazhdojë dhe bashkë me të rrezikon të shtohet një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë ekonomike dhe kulturore e fshatit shqiptar.